Mbrëm në rrugën Iliria në Tetov, zyrtar policor nga stacioni policor për siguri në komunikacionin rrugor Tetov kanë privuar nga liria 42 vjeçarin me iniciale VZ nga Tetova, i cili nën efektin e alkoolit drejtonte automjetin e udhëtarëve BMW me targa të Shkupit nën efektin e alkoolit në gjak prej 1.60 promil. Ai është mbajtur në stacionin policor për procedurë të mëtutjeshme dhe kundër tij do të bëhet kallëzim përkatës nga neni 297A i Kodit Penal të Republikës së Maqedonisë, drejtimi i automjetit në mënyrë të pakujdesshme. Mbrëm rreth orës 23 në rrugën Iliria në afërsi të objektit të Monopolit, zyrtar policor nga SPB Tetov kanë privuar nga liria 2 persona nga Regjica e vogël, pasi që ju është gjetur dhe sekuestruar kokainë. Ata janë ndaluar në stacionin e policisë dhe pas dokumentimit të rastit do të përgatitet parashtresë përkatëse. Mbrëm rreth orës 22:25 në sektorin për punë të brendshme Tetov, 52 vjeçari PK nga Tetova ka raportuar se rreth orës 13:30 djali i tij i mitur, pas daljes nga shkolla fillore, është sulmuar fizikisht nga 5 të mitur të klasës së 9 të së njëjtës shkollë, po merren masa për zbardhjen dhe dokumentimin e plotë të rastit. Mbrëm rreth orës 22:15, zyrtar policor nga sektori për punë të brendshme Tetov, në zonën e stacionit policor Tetov, kanë kryer kontroll aksion në objektet hotelerike lidhur me servirjen e alkoolit të miturve. Gjatë kontrollit të kryer në një objekt hotelerik në rrugën Bane Stefanovski në Tetov, është konstatuar një i mitur nga Tetova, të cilit i është shërbyer dhe ka konsumuar alkool dhe të cilit i është matur alkooli në gjak 0.50 promil. I njëjti është dorëzuar prindit të tij NJ nga Tetova. Pas dokumentimit të rastit, për pronarin e objektit hotelerik do të përgatitet parashtresë përkatëse nga neni 204 i Kodit Penal të Republikës së Maqedonisë së Veriut, shërbim i pijeve alkolike fëmijëve. Dje rreth orës 13:05 në sektorin për punë të brendshme Tetov, GSH nga Tetova ka raportuar shkelje të rendit dhe qetësisë publike në oborrin e një shkolle të mesme në Tetov, ku nxënësi i tyre i mitur është sulmuar fizikisht nga 4 nxënës të mitur të një shkolle tjetër të mesme dhe se nxënësi i tyre është transferuar në Spitalin Klinik të Tetovës për ndihmë mjekësore, po merren masa për zbardhjen dhe dokumentimin e plotë të rastit.